nga ju. I prek edhe ata atje. Kjo është historia që kur nuk mbaron. Drive Me Crazy në Klam Radio dhe KTV. Përshëndetje për krejt dëgjuesit tanë, përshëndetje edhe për shikuesit e Koavizionit, kudo që duke na dëgju, duke na pa në këto momente. Uroj që keni pas ditën e mirë deri më tash, ka qenë një ditë e freskët, e mirë, simpatike, jo me shi, kështu që për të duar trokitur, ndoshta po na kthehet disponimi. Po kthehet disponimi se edhe ditë vazhdojmë kanë me qenë me diell, po për ndryshe po shpresojmë që kena mi ngrit disponimin për këto minuta të vazhdim. Do mundohemi. Unë dhe Fiona e kena marrë këtë përgjegjësi për mi ngrit. Unë dhe kolegu i më i ri. Po, ose unë dhe kolegja ime më e ri. Përshëndetje. Dimrit i mesa rrobave. Dimrit se di se kesh të këshyrë që dojna mi avo bashkë. Amo, se dimën është. Për ata që se dinë, edhe jam me Koavizionin atë gjithmonë jena me dritare hap brenda emisionit, ndërsa ata që në Klam Radio nuk ju intereson, hapni edhe ju pak dritaren. Ju që jeni në përvetura në këto momente mundin me na dërgu foto, me na tregu për pjesë më të ngarkuara se ku i kemi në 04998 978 në Viber ju presim me informata rreth komunikacionit. Njëjti numër ju presim edhe me u përgjigj me temën e ditës së sotme, po presim me u përgjigj me një temë shumë interesante, edhe që vishe kena diskutuar në Fiona këto, po presim me diskutu së bashku me ju. A është e vërteta gjithmonë e nevojshme? Sipas juve. A do të me thonë gjithmonë të vërtetën në çdo moment? Çto po dojna me ditë? Se e di që shumica kur ka pas tema të ngjashme, thuhet vërtetën. Nuk i du njerëz që rrejnë, nuk e du këto, po janë të momente. A do të gjithë, as do të gjithë. Nëse këshim qenë të sinqert 24 orë, 100%. Çka kishë ndodhur kjo? A këshim pas shok, a këshim pas familjar, a këshim pas raportet mira me këtë njerëzit? Kjo a ki për një me i shjek, se këshin ti që për një me e ka, atë na është e vërtet i shjek. Ta kom të regu skenarin atë të filmi. Ide se më shtine tash për mu skenar. A këshim pas rreth nëse këshim qenë 100% të vërtet. Kishim pas rreth, po s'me di çfarë rrethi i shkon. Nashta ky rrethi duplex me rreth i shtem. Me par rrethi. A din çka ka trefi? Hajde. Kënga ëndra, po është cover i kënduar nga Mirsa Kërçeli. Është rikthy në Kosovë, kam informata të sakta që kam janis, tash ta din me u aktivizu, edhe u merr shumë mirë që e pash që është rikthy me një këngë, edhe na kish marrë malli për me ja dëgju zonin, e tash po e dëgjojmë së bashku këngën ëndra, edhe po ju presim me telefonatat dhe me informatat rreth komunikacionit. Hajde Mirsa, mirë se erdhe. Ti trazoj për këtë komunikacionit na tregojnë se çështja për Tekrethi i Çaklavicës është pjesë e ngarkuar me kolon. Pastaj e ngarkuar me kolon është edhe pjesa e Fushë Kosovës, nga hyrja deri tek rrethi i Fushë Kosovës, nga Vetërniku lart, kolona deri tek rrethi i ambasadës amerikane dhe anasjelltas për tek Vetërniku. Këto janë informatat që kanë arrit në 04998 kena me prit për gjatë të emisionit me na tregu për ato pjesë më të ngarkuara, ndërsa Fiona këtu po e pre telefonatën e parë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje Fiona. Nuk e di se kena një komentator në studio. Nexhat, çu je sot? Mirë Fiona, me ju e gjithmonë mirë. Faleminderit. Nexhat, a do të më thonë gjithmonë të vërtetën? Mendoj se karriera duhet me gënjy ka pak, mos të me rrejt. Çumit e rreth duhet me thonë të vërtetën për karrierë. Me rrejt, ma mirë me gënjy. E njëjta është. Ma me gënjy ndonjëherë. Ndonjëherë, ose tash na nuk po thojmë të kundërtën e të vërtetës me gënjy, po a do të me u thonë në atë kuptimin që a mundesh ndonjëherë më u shmang, mos më thon hiç kur gjë. Po, pikërisht ashtu mendoj edhe unë. Okej, ti do të thonë mendon që ka raste kur do të më u shmang. Po. Okej, faleminderit Nexhat. Mendes çfarë? Po? Çka?
Po, dita re në fokare. Faleminderit shumë, urime dita, okay, se thash vote, mos të qysh kam tu gëzuoj fjo. Tash mos e ka ditëlindjen a one as pe di. Po se di, mirë shkon me pas ditëlindjen. Nëse ditëlindje s'ka enza, po pas super zbritje. Për me pas ditëlindjen. Sot ditë e bukur për të fejuar ose për të martuar. Po është 11. Po keni mujt me lanë që do. Viti ka qellu pa lidhje, po muaj edhe data e mirë. S'ka lidhje për vetë, ai po ndryshon viti, po. 11, ata që më martuan 2011. Diçka se 11 e ke çdo vit. Po de? Amo dot interesante. 13. Nëse se mos dina çfarë. Që dot interesante që shketu kallzull dhe ti më shku te Enza home po do. Enza po, thash atje ditëlindje s'ka, po ka super zbritje se Enza ka nis Black Friday shumë më herët se krejt dyqanet. Mega zbritje nga 30 deri në 70% keni në Enza. Për shembull, përmenda edhe dje, tavolinë të ditës mundesh me gjetë duke filluar nga 99 euro, mos flasim edhe për produkte tjera, për kënde, tavolina të ngrënjes, komodina për TV, pastaj gjithçka keni në Enza. Ju shkoni atje edhe krijoni setin tënd, po ashtu edhe këtu do të keni zbritje. Alo, përshëndetje. Se po qesh i nderuar? Do të thonë ti thon në vetë shagojnë. Përshëndetje Cim. E kem supermen. Kush na përshëndet? Nuha Cim. Ku jo nu? Se po më gjumë Fiona. Faleminderit. Si edhe si kalon? Me ju e shumë mirë, shumë programi mirë në kështë të shënë në zëtav. Nu? Por, no? A është e vërteta gjithmonë e nevojshme? Si me familjar, me shoqërinë, me... Temës mi doj që to me familjar me këse, dhe me familjar ka njere. A është e vërteta gjithmonë e nevojshme? A duhet gjithmonë mi a tregu të vërtetën? Njerët që e ki për para. Nuk është e nevojshme se në kustë sudit po të marrën edhe po të marrën krejt ndryshe. Për para ka qenë më ndryshe, se unë i takoj një generatës shtu pak ma djetër, e kështu që në kustë sudit, jo, unë besoj që jo. Nuk është gjithmonë e nevojshme, ka njerë dhëtë mi u përshtat atina që e ki për para pak me po, pra. Okej, nu, faleminderit shumë që na ke telefonu e pas një pas ditet më kullueshme. O, me ju e si gjithë për në knasht. Urime për këtë ditë, se tash na met prej fillimit në urime këna me shku po. Pristinaticket.net, operatori më i madh në aeroportin e Prishtinës që mundson me udhëtu në destinacione si Gjermania, Zvicra, Slovenia, Suedia, Luksemburgu, Parisi dhe Anasjeltas, edhe ato me çmimet më ekonomike. Për juve që keni me udhëtu drejt këtyre destinacioneve ose Anasjeltas, e zgjidhni operatorin më të madh në aeroportin e Prishtinës me çmimet më ekonomike dhe mundeni me rezervu biletën vet pristinaticket.net. Shkruani edhe futeni aty edhe rezervoni biletën për me ardhur në Kosovë, ndër umet konga. Që telefonata tjetër, mos i speboj zonin pak më ndryshe. Alo. Agronit. Përshëndetje. Përshëndetje. Kush telefonon? Që kush? Ko shiki arsimet? Qytetare të Prishtinës. Ko shiki arsimet, po le. Tash ko ka bu qytetare e Prishtinës, veç pak. A i more letra ta? Moti që 54 vjetë. Po dhe që po thunë një qytetare Prishtinës të. S'po ke ku me di që 500 vjetë që 50. 50 që janë kur gjo. Mos e te përatash. S'di që shti pas ka një, pa të... Hajde tregona, është e vërteta gjithmonë e nevojshme. Përveç se në gjykot për shumë. Nevojshme si mas njeri. Si pas njerit. Që e ki përballë që tha Cimi, apo që shpo mendon? Apo nga i që dele vërteta? Nga i që dele vërteta. Si mas njeri edhe të vërtetën do të me folë. Po çka i bjen kjo? Çfarë njeri du të me konë për me thonë të vërtetën, gjithmonë, e çfarë du të me konë për mos me thonë? Po, me di që njeri i mirë, nuk ka do lëvërgji, nuk ka rëndës edhe të vërtetën do të me kalës. Okej. Faleminderit shumë për telefonatën. Ditën e mirë ka lëfim. Hajde gjithat mirat, faleminderit shumë. Kështu e pacim në Japoni që është majtë kjo Toyota Rally, edhe kënd Toyota Gosova, në fakti ka postu disa fotografi jashtëzakonshme. Edhe hyna me sërqirat në Google Toyota Rally Japan. E japonisht më dul, kur gjithë s'po marrë vesh. Veç po i shoj lajme që ka ndalë para 12 orëve, kështu që mirë është. Amo do më thonë super vetura aty, çfarë vetura do më thonë, nuk e di çfarë emra shikan, veç fotografit do më thonë fantastike. Për ndryshe, Toyota ka edhe oferta të tjera, tash na nuk e kemi tereni në shta këtu për me organizu gara të tilla, po kemi teren për RAV4-shin, për CJ-Gjarin,
Çka ndodhi? Po jot, mund të jeka pikotrit, veç po. Jo, na e krejt me familjarisht. Mira. Kështu që keni super promocione në Toyota Kosova. Shkoni atje edhe merrni veturën që ka nevojë biznesi juaj, familja juaj ose thjesht edhe ti për vete. Edhe çka është më e mira, Toyota ju ofron garanci 10 vjeçare me mbulim të plot për motorin edhe pjesët kryesore, një siguri që secili person ka nevojë me pas gjatë vozitjes ose edhe për veturën e vet. Kështu që 10 vjet nuk janë pak, ta keni parasysh. Jena 2025 deri 2305. Okej. Me 11. 2305. Ma la tash mirë sa që shkoni te Toyota Kosova për ndryshe. Qa bone ke? Çka lëshove tash agronina? Po. Originale. Do të thonë versionin original, po. Po, kjo është versioni original. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Diqytetare nga Kosova. Vesh pak qytetare. Një super këngë, a? Shumë mirë a pëshesta këngëtarë tonë kur dojnë ka njerë me godit me do këngë me na rikëthy na knaqin zemrën. Hajde tregona, a duhet më thonë gjithmonë e vërteta? A është e nevojshme? Është e nevojshme kur e lyp puna. Kur se lyp puna ka njerë dhe në rejtë sa nuk. Që do jeni tu ma dredhe, tu ma pështjele, jo, ma mirë kështu sa ashtu. Drejt kallëzëm, a është e nevojshme, a s'është e nevojshme? Po jo. E qka, a me rajta, a me rajta? Po ta shpedione, na po pysin shto. Si shesheti situatën. A duhet më thonë gjithmonë e vërteta, a s'ka nevoj më thonë gjithmonë e vërteta? Si pas teje? Si pas meje, duhet më thonë gjithë e vërteta në sy. Do më thonë, duhet më thonë gjithmonë e vërteta. Ke qka kemi thonë të vërtetën? Në sy duhet më thonë çdo personi. Okej. A i murt kujdes që janë quva. Ku i qove ata kujdes? Në Viber. Ja, në Viber veç mas emisionit i morëm kules. More thash më s'ka naj porosies. Ja, poftovkan. Ja, dej mas emisionit stohet. Shtinin zej. Për që si Viber falimderit, hina në Google i këshyrim. Po. Jo përshëndes në gjithat mira. Hajde pas shnetën, falimderit. A i mort kules ta. Ta sharin ta mund tu. Alo. Provokojna i fjo. Pat nevoj. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush telefonon? E kremi pira veti. Oj, krem, si je? A je mirë? Po. Qevesh të shkruj një temë që tu, se mërë një ide. E krem, është e vërteta gjithmonë e nevojshme si pas te jem? Valla si pas meja është e nevojshme gjithmonë vetëm me një rast. Hajde. Në rastin nëse je rrezik nga armiku, ke nevoj me gënjy edhe ajo është e lejushme. Nga armiku, kush mundet me qenë për shembull armiku që mundesh pak me e shtrembëru të vërtetën ose mos me thënë armiku. Për shembull, kemi përjetuar luftën edhe ka pas raste që kemi gënjy edhe jemi kështu. Okej. Na po flasim për përditshmëri, nuk po flasim për gjendje të jashtëzakonshme në për luftra, tërmete, kështu. Nejse. E krem, të përshëndesim shumë, faleminderit. Me ndërkohë edhe ju ju përshëndet. Faleminderit. Florimi që stirr shumë keq bën. Florim po të përshëndes shumë. Çka po thot Florimi, as të qaf me lexoj. Ja, pe lexoj, s'kam çka me posë. Na në pjesë 2 i lexojna gjithmonë mesazhet, po pe lexoj. Po thot prej që be them vërtetën, po rri veç vet. Kërkush s'po do më najt me mua. Përshëndes. Na më erë që aty e sillu me fionën. Këtu dalim te ajo që ka thashun në fillim. Po, nëse jemi 100% të vërtet, 24/7. Kush rën me ty? Kush është afër nesh? Kush na duron? Kush rën me ty? Se vërteta dhëmb nuk kanë thonë kot. Ka raste që dhëmb shumë. Ka raste që mundesh me zbut pak situatën. Me bu pamuk. Tu mos e thon komplet të vërtetën. Mali Hira. Përshëndesim shumë Lulin hiç. Faleminderit shumë. Na ka dërguar një foto veç shkon mirë me na dërguar foto edhe po e pas ka dërguar. Lulin jo veç Hirën mas shumë tim. Malin edhe Hirën, po të Hirën mas bashkë. shumë tim. Nga veterniku lart kolona për me vazhdu tutje në nkalimit e rrethit duplex Miuças rrethit me flamur. Kjo është informata që ka arrit nga Mali dhe Hira. Bravo Belul, shofer i mirë. Kolon ka për Miuças edhe rrethit Çaglavicës, dalja autostradës është me kolon, rruga Agim Ramadani deri te Kutqyshi i Menzës nga komuna me kolon. Për ndryshe për ata që po vinë nga veterniku lart, kolona është deri tek rrethi i ambasadës amerikane. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Arsim, Shoket Limoni. Tash bohemi na një Arsim Limani. Do të thonë bohemi çfarë? Çtu kombinohem na? Limani me zotri Limanin. Po, kombinohemi Limant.
të mirë janë liman, pak tharpta më të mirë janë, ai ke po krym punë gjithka. Birma be pak limon se supa s'është e mirë. Birma pak limon mja qit peshkut, ai peshku vet i mirë. Mo për çaj po flasim. Jena ma të kërkumt. Qashtë, a jemi jo që... Mirë jemi, faleminderit, si kalon, qa kotre? Këtë me djetra. Hajde tregom për këto, se s'ko ka vet. A është e vërtet, a është e nevojshme gjithmonë e vërteta, me u thonë? Jo, se e vërtet, sa vesh në bonore që njeri. Qysh ke ku e qënë të vërtetën njërë? Vesh dhe të bonore më mytë. Okej, du më thonë, s'du të me thonë gjithmonë të vërtetën. Se vërtetën që ka thonë këshin hoti kuaset. Po. Okej, e kena kuptu edhe të falenderojna shumë për telefonatën. Kalëm një. Ndëgjëm një jo që keni nevoj për me i kop dhe super pako tipkos. I keni 3 pako 3 ajo që jeni me para pagim të Kipko. Shkoni njënin prej dyqaneve me aktivizu njënën prej pakove. Tip mini, tip super, tip max. E keni me 200 minuta 100 SMS 3 plus 3 GB. Tip super vjen me 300 minuta 100 SMS 8 plus 8 GB që vlen Ballkanin perëndimor dhe tip max vjen me 500 minuta 100 SMS 15 plus 15 GB internet që vlen Ballkanin perëndimor, ma pas kënd rrupa ku mupi fion. Për ndryshe, për ndryshe e disha kështu për mesh, më thash veç mos gabojnë sta gigabajt se jam shumë gigabajt. Për ndryshe ju vazhdoni dhe na dërgoni foto e na tregoni për pjesë më të ngarkuara, çe telefonata tjetër. Jo, po se cila paku ka gigabajt falas. Për 3 aktivizimet e para për shembull, i ki ma pstjella atë, e kryte ti, hajde ti. Hajde ka vënesër ka me tin drukre. Japonisht. Alo, përshëndetje, nëse na për këtë mbështetësit sponsorat e emisionit i dim përmend domethënë për shumicën e produkteve, për çdo ofertë, kështu që nuk mundesh me na menzon ngush një tjetrin këtu. Ja, s'mujna, veç u të çam mos po gaboj. Prej tutës se po ta. Isha kënaq. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje edhe për ty, me kë po flasim? Me Salin prej një katunit Kosovë. Hajde, se këtë qytetar, po dhe... Hajde, prej cilit fshat, Sali? Jo, këtë po thënë qytetarët Kosovë. Po mirë tash, kudo që jeton, fshat ose në qytet, periferi, na jemi qytetar të Republikës së Kosovës. Po, katonar. Hajde, mos bojnë aksendasi. Edhe ti je qytetar i Republikës Kosovës. Tash ku jeton, ajo hiç nuk ka më rëndësi. Kë pak falje, pak se katonar qytetar një jemi. Një jemi. Hajde Sali, tregon për të vërtetën, a është gjithmonë e nevojshme? Ky ja fat vërtetën. Jo, s'është vërtet. Mbar. Po mirë ka arsimi, e thash të vërtetën se jam katonar. Po s'ka nevojshme, Sali. S'është që dhe nevojshme, atë nuk ka hiç momenti domethënë. Ajo Fiona po do me ta zbut. Po no me e vërteta do vene duhet me thonë, po në do vene me o me thonë të vërtetën prishet çdo sen. E kështu ma mirë në çfarë veni duhet me thonë? Në çfarë veni duhet me thonë, në çfarë veni jo. Mbarët, pi venit. Mbarët ndoshta edhe na sa dimi me analizu situatën. Sa dina me ndreq. Situatën. Edhe me mojt men që ato që e kena ndreq. Okej, se po kanë jarë e vërteta, me një moment jo të duhur, mundet me shkaktu shumë probleme. Po, shumë. Atë ka ndodhur ndonjëherë prej vërtetës me psu diçka? Au. Nis po im dhe do tema. Okej. Eleni mirë, ju përshëndet, për një ditë mirë ju raj. Ej, brekullushë, faleminderit shumë. Vis na tregoj fshatin. Nuk i bën ky keq sanët publike. Interesant është puna atina. Tani kish thonë në stacion prej Umet Brefaton, një foto na ka dërguar për na tregon hyrjen Prishtinë me nga kazerma Demjashari tutje deri tek udhkryqi i katedralës, pjesë e ngarkuar me kolon. Përndryshe, kondicionerët Midea me inteligjencën artificiale ju mundsojnë për me kursy energji ekstra 30%. Mos harroni, kur doni me bleni kondicioner, shkoni deri tek Midea edhe përfitoni shumë lloje, po këto me inteligjencë artificiale, merrni më shumë informata, ju tregojnë se si vepron inteligjenca artificiale për m'ju mundsu me kursy më shumë energji elektrike. Alo, telefonata fillimisht, pas ka shku Viber. Përshëndetje, çaj nervozoj fion se cita ty në kodë. Jo. Mos më vërzohet Jolca, pse po e do? A din kjo Vjolca që shke nervoz që tash. Po zoti, Jolca. Po ti the Vjolca se unë e di. Jo, po thash,
Jo, erë të unë e zoni Jolca, se më din Fiona. Po det. Kush o Vjolca? Kush o Vjolca? Jolca është e dyta dyta di ku e. E dyta kush? Mos e thuj të vërtetën. Dhe vetëm të vërtetën. Pelon këtë he. Çashtu. Ja, knaqe kre. A është e nevojshme kjo po vlej ka jashtë? A është ftoft atje ku jeti? Vallai është që tash ka mrom, je tash ftoft. Rruju se pas ke më mordhi. Vesh u trash. A është e vërtetë ta gjithmonë e nevojshme? Gjithë është e vërtetë e nevojshme. Do më thonë ti e thu gjithmonë të vërtetën dhe vetëm të vërtetën? Gjithmonë vërtetën, ku të gënje i tham masane. Do më thonë është e nevojshme gjithmonë të vërtetën. Nëse ty do të me fol, do të me ta tregu gjithmonë të vërtetën, apo? Vërtetën, po Okej. E kena kuptu. Faleminderit shumë që na ke thirrë. Ju përshëndes Vjolca edhe Cimën. Shumë faleminderit nga Vjolca. Pak emrin. A Fjolla, a Vjolca. Çka s'm keni thonë? Mos më ndrojgjinin, unë e thash në Roma emrin. Rasim, s'unë viçandroja bashkë shkronja. Hajde egzakt pisot Rasim. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Bani des edhe shkurt prapë Cimiti vjen. Cimi vjen. Cim. Ta shkojna dhe në Albi pak. Shkojmë. Veç një rrath pja vojna, shpejt. Për në vendindje me zemrën plot dhe mendjen tek e ardhmja. Sjellë kursimet në Bankën Raiffeisen dhe përfitoj interes preferencial për depozita me afat. Besoj kursimet e tua bankës së sigurt me tradit mbi 139 vjeçare. Askund si në shtëpi. Banka Raiffeisen. Make it happen. Kjo është bota e përjetimit jetësor. Përjetimit që na ka ofruar shumë. Na ka mësu e qysh mu vesh bukur, qysh mu dok tri kur i bojmë dë vjet, e qysh mu dok serios kur duhet, qysh mi kombinu ngjyrat, e qysh mos me pas komplekse. Na ka pru premierat e filmave në ditën ditë me krejt botën. Në fakt, na ka pru botën Kosovë. Na ka mundsu mos me pas nevojë me kalu kufinin për me bleni setër të mirë. Shkallëve ka me nejt, e lojt ma interesante që ta shilujmë krejt. Na ka kriju shprehje me familje mos mja huq as një vikend. Na ka mësu me bë dhurata speciale. E me kalu kohë kualitative me fëmijë. E me gjetë ushqimin më të mirë e më të freskët në vend. Që besa edhe online me porosit. Me padurim me prit Black Friday në ndorë. E në dhjetor me dhurata me i gëzuma dashnit. Shumë qka na ka mësu. Po mas shumë ti. Na jemi mësu me ta. Albi Mall, gjithmonë vendi familjes sonë. Mos u mërzit në heq në bankën tep, kemi marrë kredi për darsëm, po martohemi, po shkojmë muajnë e mjaltit, edhe kështu do të krijojmë kujtime të reja. Drive Me Crazy, në Klam Radio dhe KTV. Jemi rikthyer në 049978 po vazhdojnë e parin informata sa e përket komunikacionit, po na tregojnë se me kolonë është dalë autostradës në Veternik, nga Veterniku lart kolona deri tek rrethi i ambasadës amerikane, por edhe më çast rrethit me flamur kuptohet. Rruga Gim Ramadani e ngarkuar nga udhkryqi i Menzës te komuna dhe Anasjeltas. Ndërsa Petrol Kompani po ju pret me derivatet më cilësore, aty ku mundri me shku me rimbush makinën dhe boma shumë kilometra, dhe të njëjtën kohë me u bë pjesë e lojës shpërblyese. Që telefonata tjetër Fiona. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush telefonon? Ha? Gjyshe, boni Cimi. Se pyta ade, ta ja kënë gjitë, që? Ami, ja, nosht. Ja la shuin fët. Nosht do të përshirë. Ja la shuin fët. Oj, gjyshe aje. Hajde, se do me na plas Cimi. Ashtë të vërteta që s'mone nevojshme. Në spori jem të ju pyt ku keni e përgji ato pytjen. Nuk është. Qështu e kena lonë për pasi. Na, po, surprize keni sot.
surprize keni. Regjia na tërheqën vrejtjen përmendeni ma shpejt temën se po nuk mujna me ka probleme teknike diçka. Më na provu neve. Po pra me qysh po na ndëgjoni. Kur s'na pyeti deri tash, ti e para. Jo, kanë shkruar edhe në Viber. Apo? Po në këshir ku ajo vishkun. Jo, po e patëm parasysh temën. Ja, e shumë temë e mirë. Shumë. A duhet të thuhet gjithmonë e vërteta, unë thëmë duhet të thuhet por s'duhet. Kur janë ato raste që nuk duhet për shembull? Ato raste janë që më kanë duhet për shembull mua, një person i besueshëm, ja kam thonë një fjalë për mos më qit. Ose ai personi më ka thonë mua që do të bëj pas personat e besueshëm gjithmonë, edhe tash kur ka pyet për shembull Filip Tisteku, i kam thonë ju më çfarë në s'di sen për ata. Ja ke mbajt do të thon sekretin. Po, e kam mbajt sekretin ka bova ki 4 vite kam mbajt një sekret. Por atë të ndotën se që të shifrën gjyshën. Okej, edhe kur janë rastet që nuk duhet me thonë të vërtetën, se për me mbajt sekretin e dikujt tjetër ajo është diçka tjetër gjyshe. Po, normal që më bëmë të duhet dikon që shëthaj për lufta në inas për hija sënë. Okej, u bom. Atje normal që unë vetë jam aja person që se këmë thonë vërtetën, kërë më kanë pytë. Ku e ki arin? S'ka? Sa kom këto? Perubine. Jo ku ki arin, jo ku ki arin. Arsim, jo ku ki arin. Po, a keni vajza këtu? Po, e ti, mos t'i hynë fillet gjyshe, lutem, se ato e ngjarje traumatike, seriozisht. Janë shumë tema trana ato dhe s'po kemi qef bashkë çdo temë e përzi me luftë. Ja, është e rëndë, se njëva njëmën për po. Është e rëndë, ajo. Faleminderit gjyshe që na telefonove. Mirë është më konë i vërtet, edhe me thonë vërtetën, po s'është e vërteta. Ajo dihet, nuk ka diskutim. Për çfarë arsye po fokusohen ato rastet kur nuk është mirë me thonë vërtetën. Po. Faleminderit shumë. Ju përshëndes, që ka hek floma, ka lëfsh mirë. O veç ma në gjiti mu. Është në mesin tonë, ndet, po s'ka lidhje. Shnat pas gjyshe, faleminderit. Përshëndesim. Hajde, faleminderit. Jo, ja, mos tani gjyshe, u knaqëm. Faleminderit shumë, përshëndesim shumë. Për ndryshe, ju që ju kthy fjonës. Syshe. Kolona nga Fush Kosova, hyrja e Fush Kosovës deri tek rrethi i Fush Kosovës, kolonë gjatë për myqos rrethi Çaklavicës, dalja autostradës në Veternik. Janë informatat e radhës që na tregojnë edhe për rrugën Tirana deri tek rrethi prapa stadiumit, kolonë në rrugën Tirana. Këtu janë edhe informatat e radhës që i kemi pranuar 049978978. Do të ndruaj emrin së rrugë definitivisht. Rrugës Tirana? Tirana, vetë si Tiranë, si kryeqytet, edhe atje është domethënë të lëvizje madhe shumë. Çfarë kanë lënë emrin? E mundohet emri është e bo që çfarë kolone. Çfarë kanë lënë kanë? Leni Lipian ose nën kalimi Lipianit dal diçka ose Ferizajit. Vesh për me rrujnë e ka. Swiss Diamond Hotel Prishtina është në zemër të Prishtinës, aty ku mundeni me shku edhe me tregu të vërtetën dhe vetëm të vërtetën, po në për ato spate mrekullueshme mu knas fion. Për ndryshe, çfarë do eventi që keni me organizu, mos harroni me vizitu Swiss Diamond Hotel Prishtinën në 038 220000. Alo, përshëndetje! O, përshëndetje, o, cim! Si jeni dhe si kaloni? Mirë jemi, si një, si kaloni? Mirë, faleminderit, qyshe ke pas ditën? Ditën për marak. Po më vjen shumë mirë. Islam? Urdhë? A është e vërteta gjithmonë e nevojshme sipas teja, duhet me thonë gjithmonë të vërtetën? Nuk ka nevojshme vërteta, se kusa kom shpjetin grosë, dhe rashit pulpit. Po, kur të shetë që janë ngosht puna, janë nisë me kallzuat vërtetën tjetra, po? Tjetër, se shpa Allah e shpirti. Vili janë nisë me besu edhe që ato që besu. Vërtet? Tu thonë, ku sa vërtet këka? Po, se është e pidoj, ka dalë si alë në fët. Urna. Po, shpirti umër për parajt në qashkëm. Po, pra. Nejse, në raste jeta vdekja e s'ka diskutim, se janë nisën me folë për lufta. Lutëm. Po. E bom si ditën e mirë, vëllaj ma të mirë të botës. Po, faleminderit. Që në raste për shembull policia kur të ndalë. A e thuni gjithmonë të vërtetën, a gjithmonë munoni mu ashtë e thu, jo kesh, jo po të razdekë. A ke me telefon? Po, me telefon kesh. A, jo, s'disen. Po, tash para më t'i këshim qenë qka sinqirt. Edhe
pllak dënimin. Koni qytetari i Kosovës nuk i shmet pa u dënu. Ai groj me dorë të maj. Hajde Tom, faleminderit. Tom Kalofshmir, faleminderit që na ke dhënë. Moj fion s'po bëj ka thonë që kolli jon që do të vijë edhe te ti shumë shpejt. Oj, viçardha. Veç ka nis, domethënë simptomat e parat. Është shumë interesant se nuk është koll i zakonshëm. Çfarë është ky? Që kollësh. Po kjo është i thotë apo? Po është një var kolli që vjen herë me një far paralajmërimi, tani vjen kolli tani. U merr domethënë pota, çtu më kish me diçka. Moj fion, çfarë telefonata? E çfarë me pas për disa javë. Që si kolli është domethënë, si mi pas. Kujdes. Alo. Ose tu kesh tu koll. Përshëndetje. Qatit Kashtaniu, qytetari Kosovës. Hajde qytetari Kosovës. Sot ku e kena diasporën mëre? Se di. A vish po prezantoni që shto? Nuk e di ku e në med. Hajde, Fat, tregom ti, a është e vërteta gjithmonë e nevojshme? Jo. Në cilat raste? Ja jetu e nëzon me faqe telefonin apet. Edhe një herë se po po të hub zoni. Nëse shet diçka dhe i tregon njëjtët apo shokut, nuk është e mirë me atë vërtetën dhe me shtim konflikt. Me shtim, do më thonë, kur mundet me pas konflikte e ki fjallën, se po të dëgjej te për pak. Qartë. Okej. Mire pas këtë dëgju bal. Fat, përshëndesim shumë se usam në vesh morra, po. Unë e kuptova. Kur dëgjon diçka që mundet shokun shoqen me shtin konflikt, është mirë mos m'ia thon. Mirë që po jena. Ose në ato momente për shkak. Po s'po bojnë atje si gjia se thash me qit titrat. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? E ç'tash është momenti? Ku je mus? Çfarë shavana e mirë lova. Ç'shavone ti ai e mirë si kalove? Shumë pas. Më përparim. I ki do folë përparem. I ke gjetë njerëzit e gabuar. Po, të 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 këmos që na jena para luftës, përparem. Se di para lufta, mo, se ti vështo la kur... Ape një agimin? Ape një të lezën. Po qysh jo mërë shak ngusht e kam? Dhe në qiknis e kam... Seriosisht? Një kof me e gjatë. A është e vërteta gjithmonë e nevojshme për ty? Po më varet që fash për ty pje. S'ka më varet, a është as është? Varet ash. Okej. Faleminderit që na ke thirrur për të përshëndesim, Kalofshmir pas një pasdite të mrekullueshme. Na tash të mvarret, që ke mvarret se që kena ka prushi tim. Na po dojna me dit, a është, a nuk është. Kur mvarret? Dhe për çfarë? Mvarret. Që njëri që orë për Finlandës, atje që rënë me babadimrin e ka shok ngusht. Përshëndetje. Përshëndetje Afrim. E atë ka ra me i përjetu ato dritat e jashtëzakonshme atje? Aurorën. Jo, alo. Alo s'ka ra. Alo, jo, që 30 vjetë gati, alo, s'm ka ra, na shtam dje, alo. Pse? Se di. A nuk shfaqen atë pjesën ku je, apo s'ke shku? Jo, na këto në jugë nuk shfaqen. Do të me shku në veri, nalt. Do të me shku në veri, dhe... na edhe që shjena në atë Kosovës, na shta jo krejt, se ka njerës që kanë shku atje. Disa. Unë për vete e ruj pushimin gjithmonë me shfrytzu krejt pushimin, mundësisht krejt pushimin verës. Ka thënë kur t'je verës këto në t'il shej do qasi drita kështu t'a bëj qashtu këto. Hesh mos tani. Jo verës t'i ka se për të drita. Këtë klubet e natës e që si tani dritë të naltë kështu. Fisili do drita naltë. Shtyjët kujna për i shkër ma naltë. Edhe ashtu që për klubet natës nuk janë fort adhorus. E për shka je për Afrim. Edhe verës nuk i drita fisili dhe ne ti për shka. Aj se këna me që në diskotek. Na veç aty mujna me përjetu ato varë. Dritat. Për ndryshe. Alo me atë po mirë. Edhe për vitri pak. Po. Për një me komandër me i po. Seriozisht a? Po. Ka shumë vende atje në veri që mujna me i po. O kry kjo punë, u bitez. Po ja pyetje njerit. Na ku shkojmë? Vjarani. Se pesha që po jo, mas një skar ty që 30 vjetë. Po jo, mire ki, nështë ta më vjen mu para teje. Po, fakt kjo. Mu vjen nështë ta para teje për si djetë. Hajtë së tajtë nesër. Edhe kjo që ashtu nga shko e kalon. Prej Ferizojt ka fluturu, ka shku drejt atje. Po, pra. Sa ka po Ferizoj aeroporta? Sa ty ofre kanë. Prej Ferizojt ka fluturu. Ata lenën kalimin po dhe aeroportin e bënën.
Shati Ferezoj të ka fleteru për Kosovë. Jo e ka në Amerikën, aty aeroportin e vetë. Hajt vish kur të shohëm kryes qytet. Valla, nuk është larg meç. Afrem është e vërteta gjithmonë e nevojshme se folëm shumë. Jo, po u knaqë. O, mirë me folë gjithë të vërtetën, mirë. Është mirë, ama është gjithë mirë. Mirë me folë gjithë të vërtetën. Gjithë, me mujtë mirë, gjithë me folë të vërtetën. E tham një pyetje në fillim me mecimin, edhe Florimi nëse s'gaboj shkrujti mesazh, që tha nuk më kish met kur kushofra, nuk më ka met kur kushofra. Pa që be folit vërtetën, kush s'porrin me mu mo? A është? Jo, a qëndron kjo sipas teje? Po edhe qëndron se njerëzit janë ndryshëm, po thash në dikush të do vërtetën. Mirë është me folë të vërtetën gjithmonë, se e vërteta edhe gënjeshtra del, edhe ku rana del, nuk është mirë me raj. Okej. E tash në varët për shka ranë tash, ka një edhe da rana janë mira o noqët. Kur të ranë vetën mas mirë të është, se do me thonë që ajo rana ma e mirë. Që ato jenë ma të këshia. Para me në që shëndin të vetën e rana ma e keqi. Që ato jenë ma të këshia, se njerës të ngatrojnë motivimin, vetbesimin, me një fantazit, nuk dim. Kulminacioni me arrit me rajt vetën është kulminacioni. Më shova mikrofonin. Amo nuk është, unë e thash, do më thonë, mirë është me kallëzu gjithmonë të vërtetë. Apo fol me Baba Dimri le të na pret që atje? O, valloj, Baba Dimna halosja ka nis me dolë, se këtu mushët Baba Dimna plët. So a ki larg Lapland? Lapland është sigurisht 5-600 kilometra. More me orë kallëzom se me kilometra, s'këm lidhje. 4 orë. Me orë. Jo, nisë në varet prej rrugës. 4 orë. Me aeroplan është një orë, me tren një 7-8 orë. Me aeroplan që shtem se në aeroportin e Frizojit e kemi një private jet me cimin. Trenat ka dalë shumë 7-8 orë me tren 500 km, ata një Japoni. A e din çfarë përjetimi mund është me pas me tren. Okej, Afrem. Ku jeton Afrem? Cili është qyteti? Unë jetoj në Espo, që tonë njëg. Mirë, po, veni i mirë është. Qysh edhe njerë? Shkojna që aty leti se mirë. Del na pret kjo, hajtë s'ka lidhje. Bre se s'peni njerin. Po s'ka lidhje be se mirë na vesh me njeri. Espo, okej. Espo, leje më qëfar Espo, Allah i dhe në Helsinki ti, hajtë mu s'baj gare. Ton ka lef shmi. Amo në Helsinki ti në zbrit. Afrem 12 orë është të ma qitë. Larko ka i fjonë. 12 orë, 1000 kilometra. Unë s'jëm kona të kalzova, si s'jëm kona se kom këshyrë bilesoj ko. Larg, koka. Ti ko ke krejt poshtë, ajo koka krejt nalt. Jo e ftu pe krejt. Unë jam gote Toro për Finlandës. Jo, ty ko ke ndeti krejt. Pas ke dollë nuj. Ej, falimderit shumë, përshëndesim. Kalani mire. Hajde gjithat mirat. Qësh më eftofe njerë një kalzove 1500, thuj se tani thot shkojna, jo maj tani s'na merë. Sa thot 1000 kilometra larg po mos baj gare 500 gat që tu e kena me njerëz mrrina. Hajte mos tanin se Fiona keqe ka këshyr. Edhe proteinën e marrën e Zotit, mos tanin pik tujt e bi me 27 gram rrugës na vy. Gjen edhe atje garant. Po unë te marr sigurona çdo tunën, kështu që i marr me veti. Po s'ka gjen, për çfarë po tham? Po e di që gjen, po be marr letosh aty e Fion. Hajt Afrem mos tanin ka dal shkojna bashk. Alo përshëndetje. Alo, Cima, mirë dita, përshëndetje. Përshëndetje, si jeni dhe si kaloni Azbe? Mirë, mirë. Si e ke pas ditën, mirë? Masi ku ka tema për të vërtetën, dhe vetëm të vërtetën. Unë ka ndonë njëherë këtu para 2-13 vjetën në komunikacion. Në Zvicër, isha të vëzite, ishte një rrugë këthesën, rrugë kantonale, tani mine e fillë ke drejt, ishte ku policia Zvicës në rrugë të qyrë për ka isha. Unë e se i posh ata edhe trakner, i që shem në Balkanasit. Me njerë e ngrejën shpejt. Ngreja rrypin e shpinamena e krej kryt onash dhe u lidha une. Edhe më noli, unë e dita që më poj, edhe dita që ma këtej shpinën, tha mirë dit, në italisht, zakonisht italisht. Buongiorno. Tha pikujt për vjen, tha ka përmenën originën në rrugën, tha jo me në rrugën, tha shpej qëtu. Tha kenë regull, tha që ju. Tha qasë në regull, tha kesh zgjidhë si të pashtë ju lidha. Tha, me të vërtet, thash leja të vica thash se tim pe, e malshohu më të kalzej, thash unë e drejt që u zja, thash përveç një pyte, po thëmë, ku ke po, thash një Evropian me të rëthua një Balkanas. Thash që ysht,
Tash për na për të punë, tash e blet, tash për të skem. Mare, djal, ai polici që atë... Edhe veç që të kalzove drejt, pa mirë poshëm, pa ditën e mjesë për dëndoj. Do thëtë, e vërteta, për zotin kështu më ka ndodhë, e vërteta të sim gjithë është bel në dritë. Do më thonë ti e që është e nevojshme gjithmonë e vërteta me u folë. Nga ata që e vlerësojnë të vërtetën. E vërteta du me thonë gjithë vërtetën. Okej. Unë e gjitha ka ishen, e dita që më po. Sa 2 sekonda të është në pyetje, 20-30 metra. Po të kuptaj, nga ka rollë dhe neve. Do të po të rrajsa dënimi është kështu dhe disha pa ftyrë. Pas jo mërë pësit po është një lidha. Faleminderit që nga kjo thirë. Hajde të ma tjeta. Tung kalov Faleminderit. Nolje pa ka esh, kur shkën dhe i te kjerë i këthej është ta jep denimin për ka esh, i thu që më rëvë në u te kam, a dhe ne bon ato me menu. Fjo, nërë është telefonat fundit, dhe më thonë është taj që i thirë gjithë bo në fund. Alo, jashtë doktor. Qëre, une kom fillu me menu që ta shqesin gjinja bojnë basta, më do qesin, apo thirë, kush po thirë i fundet, apo thirë jashtë doktore? A kina i konkurent fort, ala hili. Me kom përshtyesh. Jo, s'di përves, jo, unë jam i vetëmi që e ka bloku, ka boku diçka, që është. Jashtë doktor, hajde shpejt, a është e vërteta gjithmonë e nevojshme? Ja, shpejt, mu më shumë gëtë alla ile, unë jam i ka dalë që jam. Qërë, për e di, qërë, unë e vishtë për informacionina. Hajde. Zja keni dit, po për temë, të më thonë, këto. Po. E gënjeshtë edhe vërteta në konë shoqe një farkuve. Mëti. Vazhdoj me qenë besoj, po. Ja, janë konë shoqe, janë prish. Edhe, adin, ishin shku një herë në lëmë, janë shku, edhe një loja vërteta, edhe kjo gënjeshtë ja ka vijë rana, dhe më ja ka vijë thjesht, ja kam shetë. Ja, përsa ka met e vërteta në koriqe, Qëra me Barcoletën. Edhe ta është qabi bjenë. Qështë edhe vërteta së kur rrugë këto. A vëdi, ku ki poti rrugë drejt, a i ka zëmë të mu. Okej, treni shkën drejt. Po, deri dikun, po, pa e moni këthes, po, nuk po. Pa, s'ko qorë, edhe reploni, a ki po shkën, koordinatat i ka ndryshe, vish kër të këthejet. Një herë moti keq, sillet. Të mon, pi vjetë në fund funit. O, zë që jem toksor. O, zë që jem toksor. Unë pja kuptoj botën, dhe qysh. Po, jo, është mirë me bo me fionën bashkë. Na e ndreq, ashtë të thonë. E rërë e bo, na krejt. Ja, është mirë me fionën mu boju bashkë. Nëse këshim pas drita, na i këshë prish krej, na këshë krej drita na i dheze, si motorat. Ani privat, qëfar tema shkomën e kukusë. Jo, qas si kena krejt, në zbaj gore, që edhe njoni që aty në kërë qëtash që është e ko një qas si teme. Jo më kuantik, jo më kuantik. Po, ata kuantik i thojnë. Mirë, që më tanin shvidhojnë atë temave dreta. Jo përshëndesim, falimderit. Për fund po du jeta bahollin pa tjetër me përshëndet, që është e jashtëzakonshme në punën e saj. Kështu që për krejt vajzat, gratë që dojnë me instilu flokët për çfarë do rasti, shkoni te jeta, e keni në qendër qytetit, e keni edhe rrjete sociale, kontaktoni ose 044 604 887. Kaq për sot, vazhdoni me qenë me ne, jena bashkë edhe për një orë tjetër. Jo mos harroni me bota që doni me bo gjithmonë me shumë dashni. Deri nesër paqit plot shëndet. Check 1 2 1 2. Number 1 for hit music. Glam Radio. Glam Radio.fm